Përshëndetje. Sot, më datën 22/4/2021, shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në kuadër të hetimit në lidhje me procedimin penal numër 477 të vitit 2021, ekzekutuan urdhrat e ndalimit për shtetasit Arber Paplekaj, i dyshuar për kryerjen e veprës penale vrasje në rrethanat cilësuese kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave. Vrasje e punojësve të policisë së shtetit e mbetur në tentativë, heqje e palikshme e lirisë e kryer me dhunë në bashkëpunim. Arjan Hoxha, Pavlo Vuksani, Emilian Prenga, Julian Mataj, Erald Guga, Erion Demushi, Tauland Ymeri, Roland Gjepa, Nuredin Kasma, të dyshuar për kryerjen e veprës penale heqje e palikshme e lirisë së personit e kryer me dhunë në bashkëpunim. U shpall në kërkim shtetasi Klement Xhaferri, i dyshuar për kryerjen e veprës penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbetur në tentativë dhe vijon puna intensive për kapjen e tij. Gjithashtu, u arrestua në flagrancë shtetasi Eldio Beko për veprën penale veprime që pengojnë zburimin e të vërtetës. Nga tërësia e veprimeve hetimore të deri tanishme, ka rezultuar se më datën 21/4/2021, rreth orës 14, janë njoftuar shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan nga shtetasi Arjan Hoxha, i prezantuar si përgjegjës për sigurinë në shtabin elektoral të subjektit politik Partia Demokratike për qarkun e Elbasan, se në rrugën Lef Nosi, në qytetin e Elbasanit, kishte një incident me disa persona. Nga ana e policisë është vlerësuar informacioni dhe menjëherë kanë shkuar në adresën e dhënë një patrull e forcës së posaçme Shqiponja dhe 2 zvënës drejtorët e policisë, ai përgjegjës për hetimin dhe sigurinë. Në vendngjarje, shtetasi Arjan Hoxha është këputur nga grupi i personave që e shoqëronin dhe ka komunikuar me punojësit e policisë, duke u thënë se ai bashkë me disa persona të tjerë kishin bllokuar një person, për të cilin pretendonin se po kryente veprime për blerje votash për një subjekt politik. Po kështu, grupi i personave të ndaluar kanë bllokuar qarkullimin e automjetit Foristrad Mercedes ML, të drejtuar nga shtetasi me inicialet MG, duke i prerë rrugën, marrë çelësin e automjetit. Ndaj këtij shtetasi dyshohet se janë kryer veprime të kundralikshme të heqjes së palikshme të lirisë nëpërmjet dhunës të kryer në bashkëpunim. Shtetasi Arjan Hoxha ka qenë i shoqëruar nga shtetasit Arber Paplekaj, Pavlo Vuksani, Emilian Prenga, Julian Mataj, Erald Guga, Erion Demushi, Tauland Ymeri, Roland Gjepa dhe Nuredin Kasma, pjesa më e madhe të cilëve janë ish ushtarak dhe ish punonjës të policisë dhe nuk janë banor të qytetit të Elbasanit. Gjithashtu, këta shtetas kanë deklaruar se janë vullnetar të mbrojtjes së votës për Partinë Demokratike. Ata qarkullonin me 3 fugon të bardhë dhe të loguar me siglën e kësaj force politike. Pas mbritjes së forcave të policisë, konflikti i nisur më parë u përshkallëzua deri në përdorimin e armëve dhe përpasoj ka mbetur i vrarë shtetasi Pierin Gjuvani dhe janë plagosur shtetasit Emilian Prenga, Pavlo Vuksani, Etion Bodinaku dhe punojësja e policisë së forcës posaçme Shqiponja me inicialet GS. Nga kqyrja e vendit të ngjarjes janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 20 gëzhoja të kalibrave 9 dhe 11.1 mm, 4 predha, 3 fugon me logo të subjektit politik Partia Demokratike,
automjeti Foristrat Mercedes ML, pa targa, dhe një automjet tip Benz, 11 telefona celular dhe pamje filmike. Gjithashtu, në cilësinë e provës materiale, shtetasit Arbër Paplekaj i është sekuestruar edhe një armë zjarri tip Glock. Nga këqyrja e automjetit tip Mercedes model ML, pa targa, i gjetur në vendngjarje, grupi hetimor nuk ka konstatuar sendre të kudralikshme apo të dyshuara se mund të përdoreshin për shitblerje të votës. Këto prova po i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme në Institutin e Policisë Shkencore. Në drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan, nga grupi i posaçëm hetimor, vijon puna intensive për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Policia e shtetit do të vijojë me forcën e ligjit për të mbajtur nën kontroll të plot gjithë territorin. Do të reagojë ligjërisht dhe proporcionalisht ndaj kujdo që kërcënon, intimidon apo shkel ligjin dhe do të krijojë të gjitha kushtet që qytetarët shqiptar të votojnë të lirë në datën 25 prill. Po. Deklaratë juaj do të përkuat ministri se kush nga palët e vërshira në FIP ka qëzuar e para dhe pyetja e dytë, është e lidhshme ngritja e një strukture paralele për mbrojtjen e vogës dhe a ka pasur informacion policia lokale për këtë strukturë më herët? Atëherë unë do të preferoj të përgjigjem pyetjes së dytë, për faktin sepse pyetjes së parë mund të japin shumë mirë përgjigje dy prokurorët të cilët janë prezent këtu. Në zbatim të gjithë legjislacionit shqiptar, referuar ligjit të Policinë e Shtetit, i vetmi institucion ligjzbatues i cili është përgjegjës për kontrollin e territorit, ruajtjen e sigurisë është vetëm Policia e Shtetit. Në referim të kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, i cili normon dhe përcakton detyrimet e subjekteve partijake, të cilat garojnë në një fushatë elektorale, nuk është përcaktuar në asnjë nen dhe në asnjë gërm që subjektet politike kanë detyrimin që të krijojnë struktura paralele për ruajtjen apo sigurimin e votës. Me ngjarjet e fundit që ndodhin në Elbasan, për cilët referohemi dhe është konferencë, Policia e Elbasanit dhe Policia e Shtetit do të marrin masa shtesë për të përballuar ndoshta incidentet nëse do të kemi në datën 25 në diel kur do shkojnë të shqiptarët për të votuar. Policia e Shtetit dhe Policia e Elbasanit nuk janë të ndara. Ne kemi detyrimin ligjor dhe ky detyrim ligjor nuk fillon sot, ka filluar qysh në çeljen e fushatës elektorale. Ju e keni prekur vetë që në qytetin e Elbasanit deri ditën e djeshme nuk ka patur raste të evidentuara të dhunës. Gjithsesi, në vlerësim të situatës, ne kemi përgatitur të gjitha planet e nevojshme, kemi të gjitha kapacitetet e nevojshme për të përballuar dhe për të menaxhuar çdo lloj situate. Unë garantoj ju dhe gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë që Policia e Shtetit është e gatshme, është e aftë, ka të gjithë kapacitetet për të menaxhuar çdo lloj situate. Ju thash që kemi dy persona ende të shkallën kërkim. A janë këta një burim rreziku për situatën aktuale para zgjedhore në vend, në qytetin e Elbasanit, dhe meqenëse kanë reaguar gjithë institucionet e huaja, po SBE, ambasadat e huaja kanë treguar, kanë mbarur të gjitha shpresat tek ju dhe tek prokuroria. A e ndjeni si përgjegjësi për të arritur sa më shpejt në zbardhjen e kësaj situate dhe a kishit informacion më para në lidhje me këta furgona që shpërndanin dhe ruanin sigurinë qoftë edhe të armatosur? Siç e shikoni, gjithë të pranishmit këtu, prokurorët, grupi hetimor i cili është duke punuar intensivisht, është duke punuar me të gjitha kapacitetet dhe të gjitha forcat në terren, janë duke ushtruar kontrolle për gjetjen dhe kapjen e këtyre personave të cilët janë në kërkim. Shpresojmë që me punën që do të bëhet në një kohë të afërt, pse jo edhe këta persona mos të arrestohen dhe të përgjigjen për veprime të cilat prokuroria dyshon për ta. Kështu që e theksova dhe pak më parë, Policia e Shtetit është e angazhuar, ka gjithë kapacitetet. Policia e Shtetit në këtë situatë
nuk ka nevojë për frustrim, nuk ka nevojë për stres, por ka nevojë për mbështetjen e të gjithë aktorëve, për faktin sepse Policia e Shtetit është një institucion i cili ka mira, burra, gra, vajza dhe djemë të cilët sakrifikohen me orar dhe pa orar për të siguruar rendin dhe qetësinë, është struktura e cila ka sakrifikuar më shumë nga të gjitha institucionet e tjera dhe nuk ka nevojë sot të përbalet, të akuzohet apo të intimidohet, por ka nevojë për mbështetjen e të gjithë palëve që Policia e Shtetit të bëjë më së miri detyrën të cilën i ngarkon ligji dhe vetëm ligji. Kemi njerëz që do përgjigjen me problemet penale të krimit zgjedhor, sepse po flasim vetëm për akuza vrasje deri më tash. Policia e Shtetit është një nga hallkat e hetimit dhe padyshim çdo delegim detyrash, çdo detyrë e cila do të na vijë nga prokuroria do të veprohet me shpejtësinë dhe transparencën maksimale. Anita Auza Atocenën, ka qartuar në një motivon. Si ka nisur shkëmbimi i anëve të zjarrit? Kush ka qelluar i pari? Dhe kush ka plagosur shtetasit Fato Buksani dhe Emilian Prenga? Meqense sqaroi vetëm plagosin. To janë pjesë e dosjes hetimore, të dy prokurorët të cilët unë kam në krah, nëse kanë detaje për të dhënë në drejtim me hetimin dhe pika të cilat nuk dëmtojnë vazhdimin e mëtejshëm të hetimit, është e drejtë e prokurorëve. Faktikisht zoti Balla, Alban Balla, pasi ka njoftuar zyrtarisht policinë sa i përket këtyre grupeve si Solej paramilitar. Nuk po flas vetëm për Elbasanin, a jeni ndjeni a ka dhe qytete të tjera që nuk kenë grupe të tilla sipas juve? Në qytetin e Elbasanit, për të qenë korrekt me ju dhe me gjithë qytetarët shqiptar, dje në orën 1:24 minuta, në sallën operative të drejtorisë së policisë vendore e Elbasan, ka ardhur një njoftim ku bëjmë prezencën e të 3 fugonave, duke ngritur shqetësimin për veprimet të cilat ishin duke u kryer nga këto automjete në rrugët e qytetit të Elbasanit dhe duke bërë prezent që edhe ishin të armatosur. Për cilin subjekt u vjeshin vota, për cilin subjekt u deklarua dhe u tha në sallën operative se po vjeshin vota. Pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, si ka nisur shkëmbimi i armëve të zjarrit. Dhe pyetja e tretë, a ka reaguar ndërkohë Policia e Shtetit me një mbasi ka marrë njoftimin në sallën operative? Faleminderit. Çështja është në hetim, sapo ka filluar dhe dinamika e hetimit është shumë e ndërlikuar në rastin konkret. Siç e dëgjua dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë, janë zbatuar urdhët e ndalimit të prokurorëve. Të lutem, çështja ngjarja ka ndodhur dje dhe janë kryer të gjithë veprimet e mundshme hetimore. Deri në orët e vona të natës, edhe në mëngjes, janë sekuestruar shumë prova materiale gjatë kryerjes së veprimeve hetimore, të cilat do të dërgohen për ekzaminime përkatëse pranë Institutit Policisë Shkencore, midis të cilat ka dhe telefona ku mund të ketë shumë të dhëna në lidhje me dinamikën e ngjarjes. Gjithë personat e ndaluar janë të dyshuar për kryerjen e veprës penale dhe është hetimi i cili do sqarojë më vonë të gjithë dinamikën e ngjarjes. Se si ka ndodhur shkëmbimi i zjarrit dhe kush ka qenë shtetasit i parë që ka qelluar paraprakisht dhe me dyshime? Aktualisht ju informoj vetëm kaq, se janë nxjerrë 2 urdhra ndalimi për veprat penale të vrasjeve, nga palë të ndryshme. Është hetimi i cili do sqarojë këtë rrethon. Dhe çështjet e hetimit janë sekret. Për momentin janë sekret. Të gjithë dëshmitarët e mundshëm të cilët janë shoqëruar në momentet e para, midis të cilëve janë pyetur edhe punonjësit e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë në ngjarje, dhe kryer veprimet hetimore janë kryer nga oficerët e policisë gjyqësore të seksionit policisë gjyqësore të prokurorisë për pyetjen e këtyre personave, punonjësve të policisë së shtetit. Viktima ka pasur armë?
viktima Irim Gjivani ka pasur armë në momentin e ngjarjes? Është hetimi që do sqaroj të gjithë dinamikën. A mund të ishte parandaluar kjo ngjarje? A mund të ishte parandaluar kjo ngjarje? Për shkak se ngjesi personale ka qenë video në televizor. Po shpiti përgjigjesh. Për zotin Beliun. Dakor, pra. Ka të qartë prokuroria se janë përfshirë persona të tjerë në ngjarje, viktima, por edhe shtetat e Klemens Xhaferi, pasi thuhet që tribunat e Partisë Demokratike kanë ndaluar vetëm një shtetër. Si është bërë përfshirja e persona të tjerë në ngjarje? Është hetimi i cili do të sqaroj të gjithë dinamikën. Kam qeshpar që them vetëm të njëjtën gjë. Ju ka sapi në asnjësime. Në momentin që ka efektiv policia në ngjarje dhe pasi pyetën, besoj se ngjarja është e zvarë. Në deklarimet e tyre, kush ka filluar qelloi i parë? Besoj se kjo është zvarur nga efektivët e policisë që kanë qenë. Është çështje hetimore. Është vërtet që janë gjetur materiale zgjedhore në makinën e shërbëtorëve? Nuk janë gjetur materiale zgjedhore. Faleminderit.